Radio Iliria është vepra që do të çelë siparin e shfaqjeve në teatrin kombëtar. Me regjitë e Ran Sojli dhe skenarët e Iris Sojlit, vepra trajton historinë e një ish të burgosurit politik, e kaluara e të cilit është kthyer në makt për të tashmen. Radio Iliria, dy fjalë për spektatorin që do vit ju ndjekë më pas. Këtë është më mirë dhe ta thot Irisi, sepse ajo ka konceptin, se e ka shkruar dhe është vërtet, domethënë ajo gjithmonë nxjerr gjëra nga puna të cilën shef. Unë mund të flas shumë mirë për anën regjizoriale dhe për konceptin, që është një koncept shumë modern dhe një ndërthurje jashtëzakonshme të tre aktorëve, të cilët luajnë rreth 12 personazhe në këtë pjesë. Por gjithsesi janë edhe një personazh. Në këtë sens kemi arritur që brenda të tashmes, pra brenda aktualitetit që ne jetojmë, sigurisht të ndërthurim me mjeshtri nëpërmjet ndriçimit, nëpërmjet skenografisë, e cila është simbolikisht truri i njeriut, me gjithë ato pjesët e tij të krahun e djathtë, krahun e majt, ku fshihet memoria, kujtimet edhe gjithë si thosh pjesët anatomike, po them, të cilat janë realizuar nga Arjan Rizvani, që për koincidencë dhe ai qëllon të jetë po kaq i mirë sa ne. Po me kastën, si ndihesh? Domethënë si kur more këtë vepër të shkruar nga Irisi, si të shkoi me një ideja për të vënë këta tre personazhe në skenë, si ti pushje bashkë me njëri tjetrin. Në fakt pjesa është e shkruar fillimisht, domethënë si fillim pjesa ka ardhur vazhdimisht në lëvizje. Domethënë prej 2 vjetësh Irisi shkruan, unë e përpunoj si tush nga përpamja e interpretimit edhe të aksionit skenik, po themi, ajo e rishkruan përsëri, sepse edhe kështu plotësojmë njëra tjetër deri në momentin kur ishim para një viti, domethënë që vendosëm që të kemi pjesë projektit të Arben Baraktare. Dhe 2 aktorë të tjerë, të cilët ishin deri në minutat e fundit pjesë e projektit, pastaj për arsye objektive të tyre, domethënë që i mirë kuptoj, pati një ndryshim të shpejt, të menjëhershëm, dhe arritëm domethënë me zëvendësimin e këtyre 2 artistave të tjerë, sigurisht të rikrijojmë një pjesë tjetër, domethënë brenda kësaj pjese. Dhe kjo sigurisht duke u pjek 3 eksperienca dhe shkolla shumë të ndryshme, siç ishin domethënë shkolla, po themi, franceze e teatrit, shkolla e Merkur Bosgos, që është shkolla klasike e jona, dhe eksperienca, po themi, dhe ajo freskia e Rieta Cufës, e cila luan femrën, po them, përfaqëson femrën e 50 vjetë në kohë të diktaturës. Femra ka të bëjë shumë në marrëdhënien midis një personazhi tjetër që është mashkulli. Mashkulli është i ndarë për gjysmë. Femra është e ndarë në 7, në 8 femra bashkë. Dhe marrëdhënia atyre është thjesht në kokën e një personazhit, i cili ka vendos mas 50 viteve, domethënë, nga të cilat 25 i ka kaluar në burg për një arsye banale fare, por që është banale, po themi, nga pikpamja juridike, por simbolikisht është jashtëzakonisht shumë artistike, sepse është një radio Iliria e cila i ka mbetur shigjeta ke zëri i Amerikës, dhe gabimisht ai, si tush personazhi dënohet, po themi, se dëgjonte zërin e Amerikës. Kjo është fabule pak a shumë, dhe ky njeri ne merremi me këtë njeri në pleqërinë e tij, domethënë që ka dalë i zhgënjur nga gjithçka dhe nga vendos të vrasë veten. Si arriti Ran Sojli të bindi Merkur Bosgon të ngjitet përsëri në skenën e teatrit kombëtar dhe për të sjellë zotin Baraktari nga skena të ndryshme, nga të Francës në skenën e teatrit kombëtar, ose në një pjesë shqip? Ne nga që jetojmë në Shqipëri, sigurisht e dim shumë mirë që në Shqipëri asgjë nuk është 100% e realizueshme, edhe kështu që detyrohem para se të vej shfaqje ose të marr iniciativa artistike të veçanta, sigurisht që të kem 3 plane, A, B dhe C. Dhe Merkuri,
ishte në planin B timin, pra nëse do të kisha ashtu si ndodhi, si thosh, një arsye madhore për aktorin tjetër që do të ishte pjesë e shfaqjes, sigurisht kisha mërkuri, ishte varianti i parë, sepse ka të dhëna, domethënë shumë të vërteta dhe është jashtëzakonisht një imazh krejtësisht i veçantë. Dhe arriti t'ja dali vetëm për 15 ditë. Kjo është edhe çudia më e madhe, domethënë që ka ndodhur me këtë shfaqje, gjë që tregon edhe shpirtin e madh që dhe punën e lodhshme që kemi bërë, sepse realisht ne jemi të rinj, edhe nëse dëmtuaj mua për 15 ditë, domethënë të bëja një rol të tillë, nga i cili kërkoj shumë, kam kërkuar shumë dhe vazhdoj të kërkoj. Domethënë unë nuk do e arrit dot, nuk e di, Zoti na ndihmoi, Mërkuri na ndihmoi, ndihmuam njëri tjetrin dhe arritëm që sot ta shohim këtë dritën e skenës të teatrit kombëtar, sepse kjo ishte një premier dhe ka inauguruar teatrin eksperimental. Po për arsye që domethënë gjithë i kuptojmë dhe i ndjejmë, si thosh, ka shumë metje për teatr. Domethënë spektatori si duket është jashtëzakonisht i interesuar që të shkojë, të gjitha sallat janë të zëna dhe teatri ka pothuajse për ditë. Po zoti Bayraktari. Zoti Bayraktari është një prurje e Irisit, autores, pra. Ajo mendoi që në fillim që të sillte Arben Bayraktaren për herë të parë që të interpretonte në sallat e teatrave shqiptare, domethënë për ta bërë më prezant, sigurisht për aftësitë e tij profesionale të veçanta, për eksperiencën e tij, edhe mund të them që edhe për mua ka qenë një shkollë më vete, si thosh, i cili i ka dhënë pjesës jashtëzakonisht shumë, pothuajse është pjesa në çdo hap është rindërtuar, është rikompozuar, dhe nga ky rikompozim, nga ky rindërtim, si thosh, kanë ardhur gjëra vërteta. Prandaj kjo është një pjesë që ka shumë shpirt, ka dhe shumë të vërteta brenda, të cilat nuk janë të trajtuar me atë patetizmin ose me atë skematizmin, i cili jemi mësuar ta shikojmë atë kohë dhe këtë kohë se ajo ka qenë e keqe, se kjo është e mirë. Në thelb, shfaqja jonë është një shuplag për sistemin, për shoqërinë, e cila nuk tenton as pak të ndryshojë në marrëdhënie me këta njerëz, nuk i dedikohet vetëm të përndjekurve, sepse të gjithë shqiptarët kanë qenë të përndjekur, i dedikohet fenomenit. Nëse ne lejojmë si shoqëri dhe nuk kërkojmë ende të drejtat tona, pra lirit tona, diktaturat janë shumë kollaj të ristartueshme, si thosh. Sa e vështirë ka shumë për ty, domethënë atë ka lodhur dhe tani çfarë pret nga publiku? Nga publiku, zakonisht një artist kur bën një punë, domethënë kur flasim për punë artistike, se të gjithë ne bëjmë punë për komerç. Përpiqemi, domethënë të mbijetojmë. Në Shqipëri ti je artist është pak, domethënë, shumë e vështirë. Edhe unë pres nga publiku që ai tash, më saktë nuk pres nga publiku asgjë përveç se ai të shijojë këtë shfaqje, sesa qëllim primar kam të them mendimin tim, sepse në fundit, pavarësisht famës që kemi, pavarësisht gjithë një lloj mirëqenie që mund të na ketë siguru karriera jonë artistike, unë mendoj që jam pjesë e një komuniteti të caktuar, i cili në momente historike, edhe për momente historike, duhet ta thotë fjalën e vet. Dhe kjo ishte një nga arsyet që Arben Bayraktari u bind, si thosh, për të ardhur, dhe tha, është fat, për mua e konsideroj fat, që të shprehem artistikisht për një çështje edhe një temë kaq komplekse sa që është persekutimi dhe ajo çfarë ndodh tani, domethënë pasimi. Ne kemi qenë pjellë e asaj kohe, dhe si pjellë e asaj kohe ne vazhdojmë të trashëgojmë të njëjtat vese që kishin ata njerëz që përdorën, si thosh, gjithë arsenalin e tyre të veseve, ose që imponon ai sistem, se që imponon servilizmin, hajdutrin, mashtrimin. Jo, si janë pa fare të fshehura, se bëjnë mu. Thjesht çështja është ndryshimi qëndron. Nëse në atë kohë ti duhet të bëje një deal ose një marrëveshje të heshtur ose një kompromis për hir që të shpëtoje nga litari, sot kjo gjë bëhet për të fituar një punë, për të fituar një lloj integriteti, po them, në shoqëri, për me qenë dikushi,
në një moment edhe detyrohesh me qef mas kostumeve, mas njerëzve që vërtet mendojmë që kanë diçka, por që në të vërtet me sa po kuptojmë, nga ashtu siç vijnë në Shqipëri gjërat, them që duhet të ndahemi një herë mirë nga ajo kohë dhe për mua ky është qëllimi, që unë të them fjalën time, mendimin tim lidhur me gjendjen. Edhe detajet, vura re që muzikën për shembull ja ke zgjedhur të jetë muzika e Elina Dunit, pjesë e shfaqjes. Elina Duni ka qenë dhe personazhi femër që do të interpretonte shfaqjen. Dhe falenderoj sepse sigurisht ka kompozuar për shfaqjen, e ka ndier shfaqjen, por për arsye të aktivitetit saj artistik shumë të shpërndar në Evropë edhe në mbar botën, po them në Amerikë, në Australi, dhe arrita ta zëvendësoj me Erieta Cufën, e cila sigurisht kishte një veçori tjetër, domethënë që i dha shfaqjes një nuancë tjetër. Por Elina, domethënë, është vërtet një artiste dhe unë këtë e kam peng që nuk e pata mundësinë që ajo po prap t'ishte dhe personazhi. Megjithatë, personazhi tjetër që kam gjatë, aktoria tjetër i ka dhënë një komplet një nuancë tjetër shfaqjes. Do ta vendosin në Kosovë, pasi janë aktorë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Në direkt mas kësaj, domethënë deri të njëjtët premtet, shtunë, diel po themi, deri të dielën e të martën nisemi për Kosovë, do të shkojmë në Pej, në Gjakov, në Prishtinë, në Ferizaj. Mendoj që do ta mirëpres? Absolutisht, sepse kjo është në fakt e vetmja shfaqje, po them pak në çfarë dim ne nga teatri, e cila përmbledh fatkeqësinë e madhe të 50 viteve në një kombin, pra bashkon kombin. Ne s'kemi më kosovar edhe të Shqipërisë. Në këtë shfaqje ne jemi bashkë, është një kosovar që vjen në Shqipëri, në shtetin am dhe përfundon në bugjet më të mëshme të diktaturës dhe kur vjen dita e lirisë, ai ngelet po prap vetëm, i mashtruar, i zgënjyer, domethënë i deprimuar nga e gjithë ajo vujtje si pra domethënë ka një shtrirje jashtëzakonisht shumë, shtrirje kombëtare, në vërtet, sepse dhe për këtë çështje, domethënë për kosovarët, të cilët kanë ardhur këtu në kohë të diktaturës dhe kanë përfunduar në bugje, nuk ka deri sot paktën nuk është folë nart. Dhe unë mendoj që kjo është një sinjal i parë për të shprehur edhe artistat të tjerë me tema të tilla, sepse ne si mrena, si jashtë kufive, domethënë ne po prap vazhdojmë të jemi njësoj siç kemi qenë, nuk po shohim pak dritë ose pak. Skenarisja Eri Sojli thosë se kjo shfaqje mbart shumë plak të periudhës së diktaturës që janë aktuale edhe sot. Ne këtë pjesë kemi shkruar të dy. Unë nuk kisha shkruar kurrë për teatr më parë dhe isha mësuar të shkruaj për t'u lexuar. Erandi shtoja të taçin e të shkruarit për t'u përjetuar, një gjë që unë nuk e dija sepse nuk e njeh dramaturgjinë ashtu siç e njeh ai. Të punosh me Erandin është një gjë shumë komplekse, mbart sa kënaqësi, dashuri, urrejtje dhe stres, urrejtje gjithmonë produktive. Ne kemi punuar edhe në projekte tjera, gjithmonë gjatë projektit them kjo është hera e fundit dhe kur përfundon projekti mezi pres të gjejmë ide të tjera për të punuar bashkë. Ky është një projekt i veçantë sepse është nga ato çka kemi bërë deri tani, është i tëri i Joni, është bebia jon, që kemi krijuar dhe rritur me shumë dashuri dhe përkushtim, dhe me idenë që më në fund gjetëm një hapësirë të shprehim atë çka ne kemi ushqyer që të vegjël për sa i përket kësaj çështjes së përsekutuarve dhe prandaj në përjetim personal. Po, neve me Erandin në familja jon ka qenë familje e përsekutuar dhe jemi rritur të dy me idenë pikërisht me atë brengën pse prindrit tanë nuk patën mundësinë të dëgjojnë muzikën që dëshironin, të lexonin apo të shkruanin poezitë që dëshironin dhe jetojnë pak si me prokurë, them unë, që dhe ata të munden të përjetojnë gjërat e tyre. Tani shkojmë në për koncerte me prindrit tanë,
që na kanë qelluar dhe pak rockera. Dhe do më thënë mundohemi që të dy që t'i japim atyre atë satisfakcion që ne kemi marrë që në adoleshencë. Pse Radio Liria? Radio Liria është përveç se një objekt, është edhe një medium informacioni, argëtimi, shumë i njohur për ato kohë, është një prodhim shqiptar, ashtu si dhe i joni. Është edhe një paralel në lidhje me informacionin, se si ai ka evoluar, dikur i propaganduar për arsye të tjera, për të krijuar një ndërgjegje kombëtare, le të themi, të caktuar. Dhe tani që përdoret radio dhe gjithë mediumet e tjera, interneti, padyshim, televizioni, për të krijuar një propagandë pak ndryshe, po aq të fuqishme, mos them më shumë. Jemi munduar të dy t'i referohemi pak kujtesës, që është e vetmja gjë që lidh atë kohë me të tashmen. Nuk ka ura të tjera, sepse të gjithë po bëjmë sikur ajo kohë nuk ka ekzistuar. Ti personalisht e ke përjetuar atë kohë? Kam përjetuar 11 vitet e para të jetës time, po. Por për arsye të përsekutimit të thellë, le të themi, familjes time, e kam përjetuar në shumë situata, në internime, në burgje, kam vizituar, domethënë megjithse për 10 vjet, atë periudhë të paktën të viteve të 10 e njoh shumë mirë dhe më ka goditur si njeri dhe ka kontribuar dhe në ato që jam tani. Ka përjetim personal në ndjesi, por jo në histori. Ajo që ndodhet në qendër të pjesës është pikërisht kujtesa. Shumë shpejt që në fillim të pjesës, personazhi kryesor, do me thënë Mërkur, se është i njëjti personazh, po pali plak, thot kjo kohë nuk ka kohë. Dhe flet për konsumin. Dhe ajo që është konsumuar shumë më tepër se materialet në kohën tonë është njeriu, që e kalon shpirtin e tij të konsumohet për t'u adaptuar dhe për të mbijetuar në një sistem të ri që erdhi krejt i papritur dhe na gjeti të papërgatitur. Prandaj dhe unë mendoj se kujtesa që në shfaqje projektohet pikërisht mbi urën lidhje, mbi takimin e palit plak me vetveten kur ai ishte i ri, pra jemi në kujtesën e tij, e tërë skenografia është ndërtuar si një mendje ku në qendër janë ngacmimet e kujtesës, të gjitha shkojnë në anën e zemrës, pra në anën le të themi në anën sentimentale, që bie tjetë ana e djathtë e trurit, nëse do bëjmë pak anatomi, por ndërkohë që në anën e të tanishmes, në anën më praktike, le të themi, ekzistojnë pikërisht këto boshllëqet që janë krijuar nga këto trauma ose nga këto përjetime të së kaluarës. Pra mesazhi i kësaj vepre, nëse do ta përmbledhim me dy fjalë, sepse ne do ta shikojmë, kush mund të ishte për Irisin? Nuk mund të guxoja të jepja një mesazh. Kam pasur një ndjesi dhe një qëllim me veten time, të mund t'i them njerëzve që për të braktisur ai kujtim, ai përjetim dhe ajo plag e shoqërisë, ajo duhet pranuar, duhet trajtuar dhe nuk mund të futet në rrogos, se do mbetet gjithmonë atje, do shtohet dhe do shumëfishoj ato mikrobet e saj dhe plaga do vi duke u zmadhuar. E vetmja mënyrë që ne kemi për të çliruar një herë mirë nga ajo peshë që mbartim, se e mbartim të gjithë duam s'duam, të gjithë kemi të trashëguara, siç e tha dhe Randi, komplekse që vinë nga ajo periudhë, disa se kanë bashkëpunuar, disa se nuk kanë bashkëpunuar, pra nuk janë adaptuar, nuk janë integruar. Dua të them që nëse ne nuk i trajtojmë këto gjëra dhe nuk i bëjmë ballë me shumë guxim, se është vërtet që është një proces shumë i vështirë, në atëherë nuk do shlirohemi dot dhe do mbetemi gjithmonë në tranzicion njerëzor.
çfarë të goditi për të qenë producente pikërisht e kësaj shfaqje? Kuptova që unë isha e indinjuara e papërndjekur, sepse në fakt asnjë nga gjyshojt e mi nuk ka patur, për fat shumë të madh nuk ka qenë pjesë e asaj dhune. Dhe megjithatë unë ndjeva absolutisht e indinjuar pikërisht sepse besoj që teatri, kjo pjesë ka një mesazh shumë të fortë për mua, është një shuplak për të thënë që sot neve, ose më mirë rinia e sotme, e cila është në vizionin time dhe pasuria e një kombi, në fakt mjegullon në për këto ndjesitë e smirës, inatit, mashtrimit, është për të thonë që neve shumë rrallë na del nga goja bravo, ose sa mirë, ose jam krenar për ty. Radio Iliria do të shfaqet në Teatrin Kombëtar nga data 18 deri në 21 shtator në orën 8 të mbrëmjes.